Fotografimi, filmimi apo çdo formë dokumentimi e fletës së votimit është vepër penale. Sipas nenit 327 të Kodit Penal, kushdo që fotografon ose filmon votën dhe ua tregon të tjerëve, përbën vepër penale dhe dënohet me burgim. Vota është e shenjtë, e lirë dhe e fshehtë. Mos e fotografoni votën, mos e ndani me të tjerët, mos e shisni. Zgjedhja është personale për partinë dhe kandidatin e partisë. Vota është e fshehtë. Demokracia fillon aty ku ka zgjedhje të lira dhe të ndershme.